Mirë, le të fillojmë stërvitjen. Duhet të stërvitemi shumë nëse duam të fitojmë, secili në pozicionin e tij. Në rregull. Gati? Fillojmë. Shkojmë tre brirësh. Gati jam. Duhet të nxitojmë në reagimet e sulmit nga krahët. Shikollima e spektrit. Goditje me brirë. Njësia Bonrex stërvitet me të vërtet shumë. Vipok, a mund t'i vendosësh këta kordona jashtë në hyrje të lutem? Në rregull. Zito, po humba stërvitjen. Sa janë nivelet e ankthit? Larta. Mund të jesh më i shpejtë të lutem, tre brirësh që po na vënë në lojë. Po, ndërsa Bonrexet e të tjerët janë duke u stërvitur në ring këtu pa bërë asgjë. Kjo është e drejtë. Ne duhet të stërvitemi çdo ditë nëse duam të qëndrojmë të parët. Ju djema asnjëherë nuk mësua. Duhet ta dini që tani që një betejë e përkryer kërkon mirëmbajtje të përkryer. Po kush e tha? Thënë nga unë, sigurisht. Dhe unë jam birlante. Mirë, e marr me mend se do të di se për çfarë vjen ndonjëherë. Çfarë do të thuash me nganjëherë? Kur Bulion dhe të tjerët të mbarojnë, Ruyuku është radha jote dhe Daigus. Ha? Ndihem mirë. Shiko, jam më i shpejtë në një forcë kur. Bukur, ke mënyrën tënde. Mos më bëj të zverdhem nëse diçka shkon keq në mes të betejës tjetër. Sa më pëlqen kjo pjesë? Mos kujton sa jam budalla? E kuptoj kur një robot më mashtron. Prit, gjithë secili po vepron çuditshëm. Këta më duket po dalin jashtë kontrollit. Ka një aktivitet të bajt. Vibot më sill të dhënat tuaja. Ë? O mos, sistemi ju në prish. Çfarë ndodhi? Jam duke kapur ca lloj valësh tronditse supersonike. Duhet të shkojmë ta shpëtojmë. Çfarë është ajo? Nuk e di, por më duket se u largua. Ruyuku, ti tani më dukesh mirë. Valet supersonike duket se kaluan. Gjithçka u kthye si më parë. Nuk e kuptoj. E kush mund ta ketë caktuar këtë? Nga vinin ato pamje në ekran? Bonrex, do ishte mirë të kontrollonin. Oh, mos! Kjo s'më pëlqen. Të dy ka nevojë për një kontroll të përgjithshëm. Është thjesht një gërvishtje. Ndoshta më shumë se një gërvishtje. Ju të dy keni nevojë për pushim. Po, nuk ka kuptim ta teprojmë tani. Duket sikur ishte një dallgë shumë e madhe dhe e fuqishme supersonike. Po për rapidën zëmisht më tuan ne pa u dëmtuar. Po, pse u bën kaq keq ata? Ndoshta sepse kanë qenë në qiell të hapur gjatë stërvitjes. Ne ishim të mbrojtur me që ishim brenda kur ndodhi. Pikërisht. A mendoni se ishte një sulm nga profesor Maelstrom? Nëse ai ishte duke na sulmuar ne, nuk mendoj se do të ishte përpjekur të na dërgonte mesazhin në kompjuter. Po pse na dërgoi mesazha që fuqishëm ai? Përshëndetje të gjithëve, si po ja kaloni? Gëzohem t'ju shoh së bashku. Shpresoj që të mos ju kem ndërprerë mbledhjen, por mendova t'ju flisja me njëherë. Mos ke të reja? Çfarë është? Na thuaj çfarë zbulove gjysh? Mendoj se zbulova vendin e shpërthyer si drago dhe ai s'është larg prej ku jam unë. Vërtet gjysh? E ku është ai profesor? Duhet të nxitoj ose rrezikoj ta humbas atë. E vërtet nuk kam kohë t'ju tregoj tani, kështu që unë do t'ju tregoj atë pak më vonë. Duam të shkojmë edhe ne. Ne duhet të jemi atje. Shpërthyesi drago është i fortë. Ja pse duam të të ndihmojmë. Në rregull atëherë, bëuni gati. Po dërgoj të dhënat tani. Pra, profesor, ku është saktësisht shpërthyesi drago tani? Nëse të dhënat e mia janë të... Përshëndetje. Çfarë po bëni ju? Taigamaru dhe Rogamaru? Po, ne u kthyem. Sa kohë gjatë më parë. Shiko sa i vogël është ekipi Akira. Të gjejmë të dyve. Mirë, edhe nuk do të jetë sot mburave. Si do përshtaten gjithë to atje, eh? Shebe. Oh, mos, gjyshi! Ata e kapën. Duhet të shkojmë ta shpëtojmë. Në rregull. Por ai nuk arriti të na dërgonte vendodhjen e tij. Duhet të gjurmojmë nga erdhi sinjali e tij dhe pastaj të shkojmë te gjejmë. Dhe pastaj kemi punë me ata të dy. Ai shuttle nisu! Sa më pëlqen kjo pjesë? Akoma e urrej këtë pjesë. Hey, Vibo, shkori paro me njëherë Bonrexin dhe të tjerët. Në rregull. Akira, ai ka nevojë për ndihmën tonë. Duhet të gjejmë profesorin. Le të shkojmë. Gjysh, po vim për tek ti. Ne si
si kap në dorë, ta gamarun dhe rogamarun. Hej, duhet të shpëtojmë gjyshin në fillim. Më pas mund të merremi me ata klonët. Në rregull? Në rregull, por mezi po pres. Në rregull, profesor, tani mund t'i hapësh syt. Insistoj të pyes përse më sollët këtu. Hej, çfarë mendon se babati? Më lër të iki, lëshon të vash. Kam një fqira të këmershme të cilat mund të bënim që ju të mos hiqit rehat. Por nuk do të bëjmë asgjë nga këto sepse Fati juaj tani është në duart e profesor Maelstrom. Profesor Maelstrom, ë? Për çfarë do ta bënte ai një gjë të tillë? Çfarë ka gjetur kështu atë? mos u shqetëso, do ta zbulosh shumë shpejt dhe me siguri nuk do ta Mos u pëlqesh. bëj kaq i padurues. Nuk është e nevojshme. Ku shjeti atje, a? Po ky është Kinzan. Kinzan! Oh, çfarë surprize, çfarë bën ti këtu? Lirojeni profesorin, me njëherë. Çfarë? Ke ndërmend të thyesh urdhrat e profesor Maelstromit? Vetëm frikacakët mbajnë pendje. Hey, mos po na quan frikacak kështu, a? Kjo më duket si një sfidë që nuk duhet refuzuar. Le të buças! Përthimi i fuqis! Kjo gjë nuk po shkon ashtu siç mendova. Mirë do ishte mos ta mendoje fare! Mendova se na mbrojte nga shpërthimi i fuqisë. Mendoja se ishte pak më i fuqishëm se kaq. Kinzan, çfarë plani ke? Nuk ka mundësi. Çfarë është ajo? Sa po mora një email për vendodhjen e profesor Haxhimes. Çfarë? Nga profesori? Jo, është nga Ginzani. S'është e mundur. Se ne dërgoi mesazh ne? Nuk e di, mund të jetë një kurth. Çfarë duhet të bëjmë? Nuk kemi zgjidhje tjetër përveç se të shkojmë. Në rregull. Unë nuk e besoj. Përse, Kinzan? Thjesht duhet të kem betejën time vetëm për vetëm me Dajganderin. Dinakëria s'është e ndershme. Po për pozicionin tënd, nuk shqetësohesh as pak? Jam Ginzani. Bëj çfarë dëshiroj dhe nuk i përgjigjem askujt. Hey, kjo që nga shumë qef. Po çfarë po ndodh? Ha? Kinzan! Mirë se erdhe, profesor Haxhime. Ti duhet të jesh jashtë të quajtur i profesor Maelstrom. Çfarë është kjo? Mos është ky laboratori për cilin gjyshi na ka folur? Po, s'ka asnjë dyshim. Ky është laboratori që shpërthyesi Drago ka shkatëruar. Po çfarë do dashë të bëj këtu? Nuk e di. Ka diçka që nuk shkon. Unë nuk shoh asnjë njerëz këtë rrotull, por fuqia është. Çfarë? Energjia? Ej, duket sikur ka shumë ndërtesa poshtë nesh. Si the? Poshtë nesh? Kjo do të thotë, Ata janë në një bazament. Pra, çfarë plani ke me mua? mos u shqetëso për sa kohë që je në anën time, nuk do të shkatërroj. Kërkon që të shitem tek ti. Më vjen keq, por nuk e pranoj këtë. Ndal ke për ta dëmtuar atë. Do t'ja heq ati pulon për pulon, por së pari kisha një pyetje për ty, profesor Haxhime. E kuptoj që ti e di se ku është shpërthyesi Drago. Për çfarë të intereson shpërthyesi Drago? Pëlqen ta dish, është kështu, a? Diçka mbi kokën time po tingëllon apo dikush ka hyrë në laborator? Unë mendoj se janë të dyja. Shkoj mi game. Alo! E peqe dikush u hodh? Sa për të qeshur gjithsesi. Ikni që tani ose do të shkatroheni. Qën ka Tajgamaru dhe Rogamaru. Mirë të profesori, shtu me siguri. Akira, na i lër ne këtë punë. Forca t'jema. Ndryshimi luftëtari! Do t'ju vijmë të vërtet keqe po të këtë. Se do t'ju bëjmë që t'ju vjera. Goditja është e gjetës! Goditje fatale! Vetres të his! Formula Aerostega!
lëm të luftojmë. Ne gjejmë gjyshin. Mirë. Ata po largohen. Në rregull. Tregti s'ke për t'i ndaluar ata. Oh, vërtet? Në shoqërinë e sotme, robotët janë të dobishëm në qeveri, industri dhe në çdo aspekt tjetër të jetës sonë. Vendi për të provuar madhështinë e këtyre robotëve është në betejën botërore të robotëve. Kështu ai që kontrollon robotët e betejave do të jetë kontrolluesi më i lartë i shoqërisë njerëzore. Kur roboti më i fuqishëm i botës do të jetë imi, do të kem në dorë kontrollin e shoqërisë së robotit të betejës të gjithë botën më pas. Por më duhet edhe fuqia e shpërthyesit Drago. Bashkohu me mua, profesor Hajime. Kurrën e kurrës! Vërtet? Refuzoj të ndërtoj një ekip me dikë që do të detyrojë robotët të luftojnë në betejë të këqija. Gjyshi! Profesor! Akira, jam këtu lart. Pra erdhe për të shpëtuar gjyshin, a? Sigurisht që po. Kujdes! Ne të fillojmë tani. O jo, Ginzan! Maelstrom, si mundet ta bësh këtë? Të dhash mundësinë të bashkohesh me mua. Askush nuk mund të na qëndrojë në krye. Si në kohët e shkuara kur ne ishim shok? Çfarë? Kam pasur dyshimet e mia që në momentin që erdhe si profesor Maelstrom, ose mund të them profesor Daiku. Ka kaluar shumë kohë kur kam përdorur atë emër. Tani jam profesor Maelstrom. Ka qenë shumë kohë më parë dhe ka mësuar shumë që atëherë. Duket që ke mësuar si ti kopjosh sistemet e robotëve mjaft mirë. Ginzan, Taigamaru, Rogomaru janë trajtuar një lloj me robotët e mi të betejës. Pra, me sa duket, ai që nga shkencëtari që ndihmoi gjyshin të krijonte shpërthyesin Drago. Shumë mirë, je një detektiv i shkëlqyer. Fatkeqësisht shpërthyesi Drago i kuptoi planet dhe qëllimet e mia. Profesor Hajime nuk dyshoi kur që isha unë i vetmi prej të cilit shpërthyesi Drago u përpoq të shpëtonte. Ja pse ai më sulmoi vetë mua, duke lënë profesor Hajime të ikte i paprekur. Para se të ikte, ai shkatroi tërësisht laboratorin. Ndoshta shpresonte që do të më ndalonte mua në realizimin e qëllimit tim të fundit. Por tani, pas gjithë kësaj kohe, ai do të ribashkohet me njeriun i cili e krijoi atë këtu, në vendin e lindjes së tij. Pas kaq shumë vitesh nuk mund ta besoj që kishe një urrëtie për shkak se shpërthyesi Drago shkatroi laboratorin ton. Shumë kohë më parë dhe ka mësuar shumë që atëherë. Për mua ato nuk kanë rëndësi, dua vetëm të pajisem me fuqinë e tij. Fuqinë e tij? Po, fuqia është gjithçka. Me robotët në anën time, askush nuk mund të më ndaloj. Profesor Maelstrom, perandori i tokës. Asnjëherë! Nuk janë krijuar për këtë arsye robotët e betejës. Ka të drejtë. Dëgjoni, robotët e betejës nuk janë më shumë se një kukull që kontrollohen nga njerëz. Janë vetëm mjete të pashpirta, të cilat janë bërë për të përdorur nga një gjeni si unë. Mjete? Kjo s'është e drejtë. Robotët e betejës nuk janë krijuar për të qenë shërbëtorët tanë. Ata janë shokët tanë dhe asnjë nuk qëndron më poshtë apo më lart tjetrit. Po, ne duhet të ndihmojmë njëri tjetrin, ne ta përdorim njëri tjetrin. Shumë mirë. Po kërkoj një robot, profesor. Më ndihmo ta gjej atë. Edhe nëse e di vendin e shpërthyesit Drago nuk do ta tregoj. Mi i keq. Po përpoq aq shumë, të isha i mirë dhe të ndihmonim njëri tjetrin. Çfarë mendon se po bën këtu? Që të më tregosh mënyra më lehtë është të përdor skanerin. Do ta gjej me siguri atë që po më fsheh. Ti që ke luajtur mendsh. Na fal për vonesë. Është bulioni. Tremo! Shigjeta Shqipo! Goditje me krah! Gjeje Maelstrom. Nuk do vini të largojnë me këta. Ky vend po fillon të bëhet me të vërtetë shumë i rrezikshëm. Mendoj se është momenti më i mirë për të mbathur. Jam i sigurt se do të shihemi shumë shpejt një ditë. Shpërthimi i fuqisë. Ryugu dhe Taiku! Procesi bashkimi! Taigander! Përdor shpatën e Dragoi! Vetë
Pasuis! Nuk është nevoja, ata po vinë. Në rregull Ndez, bëj një kërkim për sistemin e kontrollit të tentakulave. Nxito! Në rregull. E gjeta. Hej Akira! Muri në të majtë të derës! Shigjeta si bojnë, gjuaj derën. Goditja shigjet! Aty e kemi! Topi dragoi! Topi dragoi! Desjar! Topi i dragojt nuk po funksionon. Çfarë? Ska mundsi. Akira, më përdor mua. Mund ta shkatërroj unë me shpërthimin e fuqisë. Na i lër ne tentakulat! Në rregull atëherë. Koha për bashkimin Kizan dhe Daigander. Bashkimi mbrojtës! Shpërthimi fuqisë të dragoj! Daigander, herën tjetër që do takohemi do ta ndreqim këtë punë një herë mirë. Deri atëherë. Më vjen keq gjysh. Nuk keshim zgjedhje tjetër. Duhet të kthehemi në Dailand tani. Çfarë plani ke? Akira! Po, në rregull. Ju djema dukeni fare të rinj. Po, na vjen keq që të shqetësuam. Mund të luftojmë në çdo kohë. Edhe kudo! Ej, dëgjoni këtu. Rezultatet e provës për energjinë e valës së mistershme po vinë. Çfarë vale energjie është ajo? Këtë mëngjes, përpara se ti të dërgoje mesazhin, ishte aq e fuqishme sa i dërmoi Ryugun dhe të gjithë të tjerët gjysh. Po, e ndjeva si një formë telepatie. Haruka, na trego për rezultatet e analizave që ke bërë. Do të dalin me një herë tani në ekran. A? Çfarë ishte ajo që pam? Ishte bashkimi i Daiganderit me shpërthyesin Drago. Po shpërthyesi Drago është bërë shumë kohë më parë, apo jo? Po, mund të jetë një rastësi, por ajo akoma ka linjën e sistemit të bashkimit. Në fakt është e njëjta që është përdorur si bazë për sistemin e artit të shtetit për të krijuar teknologjinë e Daiganderit. Profesor, kush na i ka dërguar këto pamje atëherë? Duhet të ketë qenë shpërthyesi Drago. Çfarë do thuash? Natyrisht do të thotë se jemi të ftuar për një sfidë nga ai. Mirë, në këtë rast e pranoj me kënaqësi. Në rregull. Shumë mirë. Atëherë gjysh, ku është përthyesi Drago tani? Jashtë në hapësirë. Në rregull të gjithë. Me sa duket do t'ikim të gjithë jashtë hapësire. Pra si thoni? Këtë radhë do ndodhë vërtet. Së shpejti Daigander do jetë i imi.